Kjo ishte gjendja me mbeturina në kryeqytet të mërkurën. Për shkak të ndërprerjes së grumbullimit të tyre nga kompania rajonale e mbeturinave Pastrimi në gjithë qytetin e Prishtinës u pan grumbuj mbeturinash. E kryetari i Prishtinës Përparim Rama në mbrëmjen e 13 majit njoftoi se kanë gjetur rrugë alternative në mënyrë që të evitohet kaosi me mbeturina i krijuar në qytet. Edhe të premten në lagjen Aktash u pa se janë ndërmarrë hapa nga niveli lokal për pastrimin e pikave të mbeturinave. Drejtori i shërbimeve publike Bekim Brestovci në emisionin Mesditë në TV1 e quajti gënjeshtër deklarimin e kësaj kompanie për borxh nga komuna. Jep përgjegjësi morale po edhe juridike për çdo pohim që nuk mund të jetë i saktë që komuna e Prishtinës nuk e ka as edhe 1 euro të vetme borxh ndaj kompanisë Pastrim. Natyrisht që të pabaza është thënë kështu shkurt e shqip është një gënjeshtër, mbi të cilën është ndërtuar një tregim për ta justifikuar shantazhin që po i bëhet komunës Prishtinës dhe jo për të parën herë nga kompania Pastrimi. Ai sërish hodhi akuza ndaj menaxhmentit të kësaj ndërmarrje se për shkak të inateve politike po sabotojnë punën. Kjo gjendje së pari duhet të trokiste në ndërgjegjen e çdo asambleisti të Asamblesë Komunale të Prishtinës, të cilët vitin e kaluar bën plotësim ndryshimin e rregullorës dhe vetëm ndërmarrin pastrimin e bën përgjegjëse për krejt menaxhimin e mbeturinave në kryeqytet. Përkundër faktit që ne gjithherë ju kemi thënë që është tepër e rrezikshme të bëhet një monopolizim i tillë, sepse nëse një ditë ndërmarrja pastrimi nuk do jetë në gjendje të ofrojë shërbimin e duhur ndaj qytetarëve, atëherë do kemi një kolaps të cilin e kemi. Kompania Pastrimi ka qenë kontaktuar nga ekipi i televizionit, por që nuk kanë marrë pjesë në diskutimin për këtë çështje në emisionin Mesditë në TV1. Sindikata e punëtorëve të kësaj ndërmarrje ka njoftuar se do të organizojnë protestë më 19 maj para objektit të komunës së Prishtinës.